Besoj që kena merituar shumë a shumë, kena pas shumë raste për shënim. Normal jemi dëshpëruar sepse tu e po se si iku ndeshja, më të vërtetë kena merituar kualifikimin për finale të botrorit, po nganjëherë futbolli është kështu, ta kthen shpinën, edhe fati nuk ishte me ne. Po shpresojmë për shumë a shumë fat të ardhmen edhe kjo ndeshje na shërben për më rrit shumë a shumë si futbollistë dhe si grup për të ardhmen. Çdo ndeshje kombëtare është e rëndësishme, normal që është limitësore. Nuk është e lehtë mas asaj ndeshje që ndodhi me Poloninë, po megjithatë ne jemi një ekip profesionist, kemi kaluar edhe këto sfida. Edhe normal do besojmë me Ukrainën për me bënë një rezultat sa më pozitiv. Po, unë besoj që tash në shtator kur fillon National League është një hap i rëndësishëm për neve në aspektin që duhet ta fitojmë patjetër grupin, sepse jemi ekip më kualitativ se të gjithë ekipet tjera ato. Edhe siç e dim gjithë, po fitove grupin e National League-s është rrugtimi për Evropiana shumë më i lehtë. Ato do fillojnë ana edhe pastaj kur marrë National League të shohim edhe grupin për Euro 2028. Kështu që do e lojmë kohës dhe do e shohim çfarë kundërshtor do kemi të bëjmë. Po tifozët falenderojnë nga zemra, gjithmonë janë numri unë 12, sepse patë edhe vend Poloni në atë ambient të jashtëzakonshëm ku ishin besoj 4.000-5.000 tifozë shqiptar. Ato në stadium dhe shumë tjerë duke na shikuar nga televizioni. Shpresojmë që në të ardhmen do a kthejna si ja kemi kthyer me Euro 2024 dhe tash me suksese të tjera. Normalisht jena mërzitur sepse besoj që kena bë ndeshje shumë të mirë, patëm mundësi më bë 2-3 gola. Edhe pse është mitësore, çdo ndeshje më kombëtare është e rëndësishme. Po, do japim maksimumin për të fituar këtë ndeshje. Po, sigurisht Ukraina është ekip shumë i fortë, çdo moment që jam fush do jap maksimumin. Kjo është i krenarie shumë e bukur për mua edhe familjen time. Normalisht jena i çik mërzitur për ndeshjen e kaluar, jena duke punuar për të bërë ndeshje të mirë kundër Ukrainës. Edhe sepse është mitësore, duhet të tregojmë vlerën tonë, duhet dalim rezultat pozitiv.